Dhe javën e kaluar dhe fola këtu. Unë jam një nga ata që përkas të dyre këtyre flamujve që jam përballë me dhe jam krenar për të di këta flamuj. Unë dua ta nis së pari me një denoncim për një ministre të shtetit serb, i cila bëri një deklaratë skandaloze dhe raciste për spastrim etnik, qofse ajo do kishte qenë në vendin e Slobodan Miloševićit, dhe për këtë në sheshin e dëshmorëve të kombit kërkojt nga shteti shqiptar që ta shpall person të padëshiruar atë në vendin tonë. Unë dua që diplomacia shqiptare në Shqipëri dhe ajo në Kosovë të jenë më shumë aktive në lidhje me ndërkombëtarët, sepse lobi serb fatkeqësisht është shumë i fuqishëm dhe ne duhet punojmë shumë më shumë në atë drejtim. Së diti, unë isha para 3 ditësh në zonën e Kukësit dhe pash që atje kam vënë një dogan që paguajmë 5 euro. Dhe ajo është e padrejtë për vëllezërit tanë në Kosovë, sepse është një tarif që është më e lartë se Shtetet e Bashkuara Amerikës. Atje unë pash nga afër se pasi ata morën tokën dhe mbuluan me ujë për ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës, ata tani po planifikonin për ndërtimin e një landfilli për mbeturinat atje. Dhe Kuksi nuk e meriton që t'i mbytysh me gazra. Dhe kjo është e padrejtë që i bëhet qytetit Kuksit dhe kuksianëve. Në vitin 2018, $1 këmbehe me 1.20 lek. Në vitin 2026, pra aktualisht sot, unë e kam këmbyrë me 80.5. Pra rreth 20 lek më pak, që do të thotë rreth 33% vlerësim të dollarit. E njëjta gjë ndodh edhe monedat e tjera. Pra qeveria shqiptare është kundër diasporës dhe emigrantëve, dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Kjo do të thotë që qeveria shqiptare nuk i do shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë. Ne po mundohemi, ne duam që ju të punoni, ne duam që ju të zhvillojeni dhe ne ju mbështesim pa fund, pa interes, dhe ne duam që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian, ashtu si që u antarësua në NATO, sepse ju e dini shumë mirë se pa ndihmën e këtij flamuri dhe Shtetet Bashkuara Amerikës, Shqipëria kurrë nuk futej në NATO. Por ne do të bëjmë pamundur që edhe në Bashkimin Evropian ta ndihmojmë, edhe pse nuk janë plotësuar kushtet. Sepse këtu ka një mungesë shumë të madhe në shumë departamente, në shumë fusha. Gjërat nuk janë ashtu siç ne dëshirojmë të jenë. Prandaj, qeveria që është aktuale duhet të shpresë në shesh tek ju, të shikojë të gjithë në sy dhe të marrë opinionet tuaja dhe t'ju thotë që ne do ta çojmë vendin në zgjedhje të reja dhe kush fiton me meritor